Unë kam menduar vizitën në Hag edhe kam qenë interesuar të shkoj. Këtë që tha Albin Kurti në praktik nuk e bëri kurrë. Kryeministri tani në detyrë jo rrallë u kritikua për mos interesimin e tij për ish-krerët e UÇK-s. Por ndryshe prej tij rrugën drejt Hagës nuk përtoi ta bëj disa herë Edi Rama, homologu i tij nga Shqipëria. Jam në makinë rrugës për në Hag, ku do të takoj pas disa kohësh tani më nga takimi i mëparshëm komandantin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, presidentin e Republikës Kosovës. Ndryshe nga Kurti, Rama madje asnjëherë nuk kurseu kritikat për padrejsinë që po bëhet ish luftëtarëve të lirisë. Shkeljet e standardeve, shkeljet e të drejtave të njeriut, shkeljet e të gjitha normave të procesit rregull ligjor. Qëndrimet krejt ndryshe, Kurti Rama në raport me specialen shpesh ngjallën reagime. Edi Rama është përfaqësuesi më i madh i shqiptarëve të Shqipërisë dhe i shqiptarëve të Kosovës. Krerët e UÇK-s shumë shpejt do të lirohen, por turpi për Kurtin do të jetë i përjetshëm. Edhe një diplomat nuk është që vizitoj shpesh herë. Një gjë mund të them, kushdo që ka shërbyr në ambasadën e Kosovës, në të kaluarën dhe tash e di që ky është proces historik, dhe asnjë proces historik. Sa nuk e keni përcjell nga afër çdo herë? Përcjellim çdo herë. Nuk keni qenë në shumicën e seancave. Ose online ose me proces. Online, si kur gjithë tjetër. A e cila nuk monitorohet nga ambasada me kujdesin më të madh. Për vizitë jo se jo, përkundrazi, Kurti ka deklaruar se në Partinë Demokratike të Kosovës janë 5 kryetarë dhe 2 ish prej tyre që janë në Hag i konsultojnë për instruksione politike.